Me Lulzim Rafunën, kreu i Odës Ekonomike në Kosovë, po ashtu njohët shumë i mirë zhvillime politike, do të lidhem tani. Zoti Rafuna, ju përshëndes, mirë se erdhët në Ballkan Update. Faleminderit shumë për ftesën. Në fakt, unë dua ta lidh atë se çfarë po ndodh në Kosovë, faktin që zoti Kurti po shpërdoron kohën dhe dielën do duhet prezantojë përpara kuvendit ku i ka numrat edhe formacionin e qeverisë së tij të re, nëse ka mundësi ta formoj deri të dielën, dhe nga krahu tjetër shumë para po qarkullojnë për fushat zgjedhore. Zgjedhjet e 9 shkurtit, 2 raundet e zgjedhjeve lokale, i radhës pritet mbahet me datën 9 nëntor dhe me shumë gjas para të tjera, milion euro të tjera të shpenzuara për zgjedhjet lokale, për zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme që me shumë gjas pritet të mbahen deri në fund të vitit. Një tjetër diskutim po ashtu është ajo e buxhetit. Deri me 30 tetor do duhet që të miratohet buxheti për vitin e ardhshëm. Në këtë situatë ku do të gjenden parat apo si do të veprohet për interesin e qytetarëve të Kosovës e interesi i subjekteve politike është vendosur tani në rang të parë. Është një situatë shumë e rëndë për qytetarët e Republikës Kosovës, po edhe për biznesin në përgjithësi, për arsye se biznesi don parashikueshmërinë, kuptimin e të pastrit një qeveri me një mandat më të gjatë ose në mundësisht me mandat plot 4 vjeçar, në mënyrë që të shesë çfarë politika fiskale, çfarë projekti për investime kapitale do të ketë ajo qeveri, po edhe qytetarët e Republikës Kosovës për të parë se mbi bazën atina programi qeveritar si do të ndryshojë standardi i qytetarëve. Fatkeqësisht nuk i kemi pasën që 8 muaj që nga data kur janë marrë të zgjedhjet në muajin shkurt deri më sot, po ashtu tani po hym në një cikël tjetër të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, siç po duket, ose siç jemi duke parë ne këtu në Kosovë, për arsye se sipas deklaratave publike, po edhe analizave të ekspertëve të ndryshëm, do të jetë shumë e vështirë që të kemi qeveri ditën e diel, kur është edhe dita e fundit e mundësisë për të kriju qeverin nga partia politike vetëvendosje që ka fitu, ose që ka dorë partia e parë, që ka fitu shumicën e vendeve në kuvendin e Republikës Kosovës. Qytetarët janë duke e vujt, është duke e vujt edhe biznesi këtë situatë me cilën ne kemi hyrë, po ashtu një sfidë tjetër që në çfarë do forme që të bëhet, është edhe mos miratimi i buxhetit të ri, se siç po duket edhe këtë fazë duhet ta kalojmë. Dihet që me ligjin e buxhetit vetëm muaji janar dhe shkurt mund të ndahet 1/12 e buxhetit që ka qenë aprovuar në vitin 2024, mirë po në muajin e mars duhet patjetër ta kemi kuvendin që të shtyhet edhe një muaj implementimi i 1/12 të buxhetit të vitit 2024 që spaku paga dhe edhe shërbime sociale të paguara. Pra, sa vlen alarmi që ngrihet në këtë rast që mos miratimi i një buxheti për vitin e ardhshëm për 2026 mund ta çojë Kosovën jo vetëm në ngërç politik, ku tashmë është e dëshmuar kjo prej kaq muajsh, po edhe në një kolaps ekonomik. Po, shikoni, nëse ka një vullnet edhe për partive të opozitës, mund të kalot kjo situatë, mund të thirret një mbledhje jashtëzakonshme e kuvendi ku do të aprovohet një buxhet. Mirë, po është pyetja çfarë buxheti, me çfarë projekte, me çfarë plane faktikisht do të inkorporohen atë buxhet që do të aprovohet me një seancë jashtëzakonshme. E dyta, po ashtu nëpërmjet një buxhetit parashipen edhe politikat fiskale që do t'i ketë një qeveri, për shembull në ardhje, që këtë rast ose nuk e kemi një qeveri, çfarë politika fiskale do të ketë para në buxhet, dhe ka shumë pikë pyetje, mirë po, përveç kësaj është edhe situata tjetër ku ne kemi tejkalu 1 miliard euro marrëveshje të cilat presin në kuvendin e Republikës Kosovës, që të gjitha janë ose shumica absolute, mund të them me plot përgjegjësi, që janë projekte kapitale që kishin me ndiku për të mirë në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe në përmirësimin e mirëqenies sociale për qytetarët e Republikës Kosovës. Shto këtu edhe planin e rritjes që nuk kemi arritur as para financimin ta marrëm. Kjo është një situatë me të vërtetë e pazakontë dhe e dhimbshme për qytetarët e Republikës Kosovës, po edhe për biznesin. Më pas kjo situatë të mos pasrit një qeveri ose mos gatishmërisë për ta themeluar një qeveri që kemi pa deri më tani, do të ketë ndikim të vetë edhe në thithjen e investimeve të huaja. Ne do ta vuajmë këtë situatë të gjithë, edhe biznesi po edhe qytetarët e Republikës Kosovës në përgjithësi. Lulzim, të falenderoj shumë për këtë analizë. Do të kemi mundësi që në takimet e tjera të thellohemi edhe më tepër
gjithë pasojat e kësaj situate që në thelbë është një situatë e ngërçit politik. Të falenderoj.